Ligji për regjistrimin e popullsisë është hartuar në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare dhe mundësitë për manipulime janë zero. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm Edmond Haxhinasto e garantoi delegacionin e Këshillit të Europës për të drejtat e minoriteteve se ekzistojnë të gjitha mekanizmat për të evituar çdo lloj manipulimi. Ligji për censusin është bërë në përputhje të plot me standardet më të larta ndërkombëtare dhe sigurisht janë të gjithë mekanizmat për të bërë të mundur që të evitohet çdo lloj manipulimi apo çdo lloj keq raportimi për sa i takon asaj që zonjat e nderuara thanë, pra e të drejtës të përfaqësuesve të caktuar, të etnive të caktuara për të deklaruar ose jo atë etni të cilës ato i përkojnë. Përfaqësuesit e delegacionit të Këshillit të Europës vunë pa faktin se çdo shtetas ka të drejtë të identifikohet me kombësinë që ai deklaron. Kjo është një gjë e rëndësishme për të mbledhur statistika për etnin. Është e rëndësishme që njerëzit të kenë mundësinë të shprehin dhe të thonë se i përkasin një grupi të caktuar etnik, pasi kjo është një zgjedhje e lirë dhe kjo shprehet në konvent, ku një person që i përket një grupi etnik të caktuar ka të drejtën të identifikohet me atë etni. Delegacioni i Këshillit të Europës do të qëndrojë në vendin tonë deri të enjten, ku do të monitorojë edhe zbatimin në Shqipëri të konventës për mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve.